Hani djathë çdo mëngjes për 30 ditë, ja se çfarë ju ndodh më vonë. Djathi mund të konsumohet në forma të ndryshme, por më e këshillueshme është ai që konsumohet në mëngjes. Por nëse konsumohet me mas, ai kontribon në shëndetin e trupit në mënyra nga më të ndryshmet, duke ofruar një sër vlerash për organizmin dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sipas ekspertëve të Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i djathit. Ai përmban vitaminën e mrekullueshme B12. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vitamina B12 e cila përdoret dhe është e vështirë për t'u gjetur, na çliron nga lodhja, gjithashtu edhe nga dobësia. Përmirëson qëndrueshmërinë e përgjithshme të trupit të njeriut dhe e bën gjithashtu atë më rezistent ndaj vështirësive. Gjithashtu shoqërohet me një humor të mirë si dhe mbështet sisteme të ndryshme, do të lehtësojë simptomat e depresionit, qetëson ankthin dhe së fundmi është përgjegjës edhe për rinovimin e qelizave të trupit duke kontribuar në një pamje më rinore. Djathi është shumë i dobishëm edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Sipas studimeve të botuar në Journal of American Heart Association, konsumi i përditshëm i djathit shoqërohet me një rrezik afërsisht 3% më të ulët të goditjeve në trup. Për më tepër, konsumi i përditshëm i djathit, sigurisht me moderim, shoqërohet me një rrezik më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare dhe si rrjedhoi edhe të jetëgjatësisë, pasi rezultatet e studimeve në mbar botën tregojnë se konsumi i produkteve të qumshtit shoqërohet me një rrezik më të ulët të humbjes së jetës. Djathi është një produkt shumë i mirë për të përfshirë në dietën tuaj edhe fal elementeve të lartë ushqyes që ka edhe në tretjen e shëndetshme. Bakteret e djathit janë të dobishme për shëndetin e trupit. Konsumi i djathit në mënyrë të rregullt rregullon mikroflirën dhe gjithashtu përqendrohet te bakteriet e mira të zorëve, të cilat nga ana tjetër mund të përmirësojnë tretjen dhe të metabolizojnë në trupin tuaj. Djathi është i pasur me kalcium, një element shumë i rëndësishëm dobiprurës për shëndetin tuaj të përgjithshëm, citojnë ekspertët. Djathi përmban afërsisht nga 280 deri në 450 mg kalcium për të paktën 100 gram. Siç dihet, një sasi e mjaftueshme e kalciumit do të rrisë ndjeshëm masën kockore dhe kontribon gjithashtu në parandalimin e problemeve të osteoporozës. Për më tepër, kërkime shkencore vënë në dukje se kalciumi mund të parandalojë shtimin në peshë, pasi do të nxjisë gjithashtu edhe djegjen e yndyrnave dhe parandalon edhe akumulimin e tyre. Djathi është i pasur gjithashtu edhe me shumë proteina. Proteinat kontribojnë në rregullimin e aktivizimit të metabolizmit, pra në ndërtimin e masës muskulare të trupit tuaj, në djegjen e dhamit, në përmirësimin e humorit dhe në lehtësimin e shërimit të trupit. Pasi studimet tregojnë se ato do të nxisin përfitime për organizmin, ekspertët i cilësojnë edhe si një zgjidhje mjaft efikase në rritjen e vlerave të trupit. Ekspertët e cilësojnë djathin si një nga produktet më të mira për të përfshirë në dietën tuaj. 30 deri në 40 gram djathë çdo ditë është një produkt shumë i mirë për të shtuar në dietën tuaj. Një fet djathi e shndron edhe sallatën ose vaktin më të mërzitshëm në një gosti të shijshme. Djathi edhe në të kaluarën ka qenë një nga produktet e bulmetit më të rekomanduar të përdoret nga mjekët. Por për shkak të vlerave shëndetësore që ka, ai cilësohet edhe si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese për trupin tuaj. Por ai kishin menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për të marrë të gjitha vlerat kryesore që djathi do të ofrojë për mbrojtjen e shëndetit. Sipas të dhënave të Healthline, mëngjesi është vakti më i përshtatshëm kur trupi ynë përfiton më shumë nga vlerat e djathit të bardhë. Në këtë video do të listojmë të gjitha arsyet pse djathi i bardhë duhet të konsumohet në mëngjes, përfitimet që jep trupit dhe vlerat më të mira ushqyese që do të merrni prej tij. Nëse konsumohet në mëngjes, është shumë më i thjeshtë për t'u tretur. Sipas të dhënave të Healthline, djathi i bardhë është një produkt i bulmetit që organizmi ynë e tret më lehtë. Falë strukturës së tij ushqyese, enzimat e stomakut arrin ta shpërbëjnë atë më shpejt dhe në të njëjtën kohë lehtëson edhe përthithjen e mineraleve që ai përmban me shumicë. Një vlerë tjetër është se duke qenë se djathi ka veti të mira anti-inflamatore, ai ndihmon shumë në tretjen e personave të cilët janë intolerant ndaj produkteve të bulmetit.
ka përqindje më të ulët të yndyrës. Djathi i bardhë ka rreth 21 gram yndyrë për çdo 100 gram, duke e çuar këtë në produktet e shkallës më të lartë të klasifikimeve të ushqimeve mirëbërëse. Nëse ky djath konsumohet në mëngjes nga persona të cilët kanë probleme me kolesterolin, ai ndihmon në ruajtjen e një ekuilibri të shëndetshëm të përthithjes së yndyrës gjatë gjithë ditës. Djathi është një burim shumë i mirë i proteinave cilësore. Përveç sasive të konsiderueshme të kalciumit që ai përmban me shumicë, djathi i bardhë përmban edhe proteina cilësore mjaft të vlefshme në rritjen e përfitimeve të trupit. Nga ana tjetër, ato do t'i japin organizmit ton më shumë energji gjatë ditës dhe janë jetësore për shëndetin tuaj të muskujve. Djathi është një burim shumë i mirë i proteinave, gjithashtu edhe vitaminave. Djathi i bardhë është i pasur me vitamina të rëndësishme B, siç janë vitamina B6, vitamina A, gjithashtu edhe fosfori. Vitamina B6 ka funksione thelbësore për metabolizimin dhe forcimin e qelizave të reja, ndërkohë vitamina A, fal antioksidantëve që i përmban me shumicë, lufton të gjitha radikalet e lira. Fosfori, i fundit në radhë por jo nga rëndësia, është një mineral i cili gjendet në secilën qelizë të organizmit tonë. Ai ndihmon edhe stomakun të ruajë ekuilibrin e aciditetit. Në bashkëveprim me kalciumin, ai rigjeneron dhe ndërton qelizat kockore për rritjen dhe jetëgjatësinë më të mirë të organizmit. Këto vitamina dhe minerale, nëse konsumohen në mëngjes, arrin të ruajnë në organizëm dhe të kryejnë funksionet e tyre gjatë gjithë ditës. Djathi është një produkt fantastik i cili mund t'i ofrojë trupit tuaj të gjitha vlerat të rëndësishme. Djathi i bardhë është një produkt ideal për shëndetin e aparatit tuaj tretës dhe në këtë aspekt do t'i japë një nxitje më të mirë ushqyese për organizmin në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Gjithashtu, ai përmban një sasi të lartë të probiotikëve të cilët ndikojnë në përmirësimin e funksioneve të stomakut, por jo vetëm. Djathi i bardhë ndihmon edhe në shëndetin më të mirë të kockave. Duke qenë se djathi i bardhë prodhohet nga qumshti i lopës, qumshti i deles ose i dhis, është një burim shumë i mirë i kalciumit dhe i kaliumit. Nëse ai konsumohet në mëngjes, trupi ka përfitimet më të mira të niveleve të këtyre mineraleve dhe gjithashtu do t'i japë një përqindje më të lartë ushqyes në mbrojtjen e organizmit edhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që djathin ta keni pjesë përbërëse të dietave tuaja, gjithmonë me sasinë e duhur edhe për të marrë efektet ushqyese më të rëndësishme në dobi të organizmit. Djathi është ndër ushqimet të cilat sipas ekspertëve të shëndetit nuk duhet të mungojnë kurrë në regjimet tona ushqimore. Ky ushqim është i pasur me proteina, me yndyrna, me kalcium, me vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme, të cilat i bëjnë kockat dhe muskujt më të fortë edhe parandalojnë komplikacionet e tyre. Te djathi janë të përqendruar përbërës më të mëdhenj të qumshtit si vitamina A, D dhe E, vitamina të grupit B, vitamina C dhe djathi ka shumë të ulta vitamina C sepse këto vitamina janë të treshme në ujë dhe mbeten të hira. Djathi përmban edhe proteina të çmuara të cilat organizmi i njeriut nuk i prodhon dot vetë, të cilat janë të domosdoshme për jetën e përditshme. Minerale të tilla si kalciumi, fosfori gjenden me 10 herë te djathi. Sasia e qumshtit ndër të tjera mund të ofrojë edhe të njëjtat vlera. Përbërja e kaliumit është pothuajse e njëjtë si te djathi ashtu dhe te qumshti, ndërsa përqindja e natriumit varet nga kripa e shtuar. Vitamina B që gjendet me përbërësit e djathit forcon sistemin tuaj të organizmit dhe ju mbron kundër radikaleve të lira. Djathi ju ndihmon të humbisni por edhe të përfitoni masën muskulare. Nëse dëshironi të humbisni në peshë, është e rëndësishme të zgjidhni djathin me yndyrë të ulët. Gjithashtu djathi nuk mbron gjithashtu edhe yndyrën, por duhet të konsumohet në masë të vogël, pasi është i pasur edhe për shëndetin e dhëmbëve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.